Shkrimi i dorës po përdoret gjithnjë më pak, veçanërisht nga Dorinë si pasojë e përhapjes së shpejtë të teknologjisë digjitale. Mësuesja Urjeta Dushi nga Gjimnazi 28 Nëntori në Shkodër thekson se shkrimi i dorës ndihmon nxënësit të kuptojnë dhe të mbajnë mend më mirë mësimin. 3 dita dëshmon që ne kemi shumë dokumente, qofshin fetare, qofshin shtetërore, të shkruara me shkrimin e dorës. Të gjitha ato persona që kishin një kaligrafi, që e ushtronin atë, ishin persona të nderuar, të cilët i jepnin jetë nëpërmjet shkrimit dokumenteve. Duhet bërë shumë punë. Dhe puna fillon që në moshat e vogla, ku ata mësojnë abetaren dhe ti largohemi teknologjisë. Të shkruash me shkrim doret, ne formojmë një karakter, sepse secili përpiqet t'i jap versionin me të cilën i krijon të bukurën. Nga ana tjetër, të rinjt janë të vetëdijshëm se shkrimi me dorë mbetet i rëndësishëm për të mësuar. Jemi një brez që jemi të teknologjisë. Por unë personalisht, duke patur një shkrim të bukur që më kanë bërë komplimente, më bën të ndihem më rahat tek shkrimi i dorës. Pavarësisht se shkrimi teknologjik është tepër më i lehtë, por jam tek shkrimi i dorës. Kënaqësinë që t'jep shkrimi i dorës nuk ta jep kur shkrimi digital. Ekspertët dhe UNESCO theksojnë se ruajtja e shkrimit të dorës është e domosdoshme, jo vetëm për trashëgiminë kulturore, por edhe për cilësinë e arsimit dhe zhvillimin e brezave të ardhshëm.